Rreth 7 kilometrat e parë të autostradës së zgjeruar Tiranë-Durrës, nga dalja e Tiranës deri te mbikalimi i Kasharit, janë tashmë të hapura plotësisht për qarkullim. Pas kësaj, Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi, gjatë inspektimit, tha se punimet për fazën tjetër, që do të shtrihet deri te mbikalimi i Laknasit, do të nisin brenda vitit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Do hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve. Është e kontraktuar, është për të demontuar, do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Po ashtu, pas 2 javësh pritet që të shpallet fituesi edhe për projektin e rrugës Milot-Balltren. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për maksimumi 2 javë. Segmenti tashmë i përfunduar i Tiranë-Durrës ka 4 korsi, një prej të cilave është për emergjencat. Punimet për zgjerimin e kilometrave të parë nisën në tetor të vitit 2024 dhe afati kontraktual për hapjen e qarkullimit ishte 24 muaj. Në pjesën e Shqipërisë, por bën edhe